jo qytetarëve të Kosovës. Pra mendoni se në këtë takim presidenti Osmani mund të bëjë një marrëveshje për të arritur edhe rizgjedhjen e saj vitin tjetër si presidente? Teksa thoni se ajo mund të përfitojë nga kjo situatë. Ja, nuk e besoj, gjasat për këtë janë tepër të vogla, për shkakun që ajo nuk ka krijuar miq, ka treguar një arrogancë ndaj palëve të pashoq dhe sisoj vështirë që ndonjëri nga liderët politik do t'jap përkrahjen për të rizgjedhur. Nuk e besoj këtë, që asnjëri, domethënë nga këta lider politik që kanë peshë në skenë politike të Kosovës do të mund të jepte përkrahjen për të rizgjedhur presidentin. Por a e pat si hap pozitiv në fakt përpjekjen e presidentes për t'i ftuar? Po është në mandatin e saj, është në detyrën e saj që të përpiqet, sepse tek e fundit është përgjegjësi numër 1 në vend për atë se çfarë ndodh në vend. Është personi që mund të shpall gjendje të jashtëzakonshme, është personi që ka kompetenca në raste specifike